televizionit shqiptar nëpërmjet RTS Sport, RTS 2 dhe RTS High Definition. Kujtojmë gola. Minuta 21 Valdet Rama dhe minuta 66 Erkys Kaçe. Dy gola ku do thënë goli Kaçës ka qenë ai që ka vullosur të sfidë një gol i bukur. Ndërkohë presim edhe një herë të shohim golat. Kjo ishte goli i parë. Goli i Ramës ka prekur pak topin e numrit 13 ka devijuar futbollisti Armenia Ovnenisyan. Shikoni, regjia e televizionit shqiptar na jep mundësi të shohim edhe golin e dytë, të gol fantastik të Eurogol të Kaçës. Minuta 66, 2-0 dhe ky rezultat pozitiv mbase do t'i shërbej profesion që të arrijë një rezultat tjetër pozitiv në Sloveni në Ljubljan në fillim të muajit shtator. Deri atëherë nderuar miq, duhet ju falenderuar për vëmendjet së bashku me gjithë stafin e televizionit shqiptar ka punuar për transmetimin e këtij takimi. Unë edhe takimin pikërisht në ndeshjen Sloveni-Shqipëri.